Lajmi për vdekjen e këngëtarit Shpat Kasapi ka tronditur të gjithë, por një nga reagimet më të dhimbshme ka ardhur nga bashkëshortja e tij Selvie Jao. Me një postim prekës në rrjetet sociale, ajo ka treguar se Shpati ka ndruar jetë në krahët e saj, në një moment kur familja po shpresonte për një fazë të re në Itali, ku po prisnin që t'i përfundonin dokumentat e djalit të tyre të vogël Roel. Ndrove jetë në krahët e mi o jetë. Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentat në Itali, që të mund ta çonim sa më shpejt te logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e din. Sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk pritet të dëgjoje duke të thirrur babi, nuk prite Shpat. Nxitove dhe na le këtu vetëm pa ty. E le Roelin jetim o Shpat, në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty, në kohën kur duart e tuaj duheshin më shumë se kurrë. Si t'ja shpjegoj Roelit që babai nuk është më? Më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndante. Por pse u ndave nga jeta në krahët e mi? Pse ma këpute zemrën kështu o jetë? Inshallah takohemi në xhenet. Allahu të deshi pranë vetes, por unë me zipres të zgjohem nga gjumi dhe t'jesh këtu për ne. Shkruan Selvia në postimin e saj në Instastory.